Me 27 shkurt do të marrë fund aventura e Big Brother Kosova VIP 4, por ende nuk është bërë zyrtare se sa finalist jenë, por burime pranë produksionit bërë me dije se do t'jenë 5 finalist. Sa kaq duke diskutuar pak atë që ndodhi mbrëm në Prime, për mua nuk është e hishme dhe nuk është as pak profesionale të mos flasësh për atë që ndodhi, për largimin e Albës, jo vetëm që ka qenë banore që ka mbajtur gjallë këtë Big Brother që ka shkaktuar debate dhe polemika që janë kthyer në tema debati dhe në studio emisioni, siç është ajo për mbulesën që po shikoj kudo në për panele në ekran që po diskutohen, po jepin mendime dhe po analizojnë, që të mos thuash se çfarë e largoi këtë banore nga shtëpia e Big Brotherit, të mos tregosh pamjet që e dali së saj, por edhe për të hedhur poshtë ato dyshimet që pas ka qenë në një izolim edhe në një lloj negociate por të rifutur sërish si banore në shtëpinë e Big Brotherit, e duke u mbetur tek pjesa tjetër, tek ajo histori që për mua është bërë shumë e bajatshme, është bërë shumë e konsumuar, dhe Big Brotheri nuk duhet kursesi që të formosohet dhe banorët të kenë një lloj mbështetje masive nga jashtë për atë çka kanë kaluar, që ta lidhin ndjeshmërinë apo dhe një lloj propagande të asaj çfarë një banor ka kaluar jashtë. Fjalën e kam për Elionën, që sigurisht është një vajzë me virtyte, sigurisht që është një vajzë me karakter, por nga ana tjetër ishte vetë ajo që e solli këtë historinë e familjes edhe këto ndryshimet e varianteve, por edhe përfshirja e Dajes, por siç e përmenda dhe nuk dua që të dalë në atë që un kam deklaruar dhe në Instagramin tim, që më pëlqeu qasja duke mbrojtur familjen dhe duke mos e kthyer familjen një lloj konsumi. Nëse babai Elionës e ka dhunuar dhe ky ka qenë shkaku që edhe ata janë ndarë prindit e Elionës, ky ka qenë shkaku dhe pse Eliona u mor nga një familje gjermane si pasojë vendimeve të familjes së vet biologjike dhe shteti gjerman ndërhyri, e variante të tjera që për disa Eliona lëndoi nënën duke thënë që e ma harroi në shkollë, e për disa tregoi një lloj qëndrueshmërie të një vajze me karakter, të një lloj elekuence, për disa ishte përgatitur se mund të ketë lexuar mesazhet apo situatat që kanë ndodhur jashtme. Dajnë hipotezat janë të ndryshme, por e vërteta qëndron në atë që unë e shikoj dhe do ta ndaj me ju, që për mua të luash një lloj Big Brotheri me një lloj emocioni që herës të vishet si një lloj mëshire apo një lloj keqardhje audiencës nuk është shumë e favorshme, pasi do të mbahesh mend dhe do të përflites mos është shumë ti për këtë situatë që ti ke krijuar jashtë. Dhe për mua Eliona mund të jetë një vajzë shumë e mirë, mund të jetë një vajzë që ka treguar vlera dhe pse ajo ka bërë gabimet e saj në lojë siç bën çdo njeri kur është pjesë e një ekrani ku nuk i fshet dot dhe është në një transmetim. Për mua duhet të kishte menduar një strategji tjetër dhe jo ta përfshinte, edhe pse shpeshherë ajo shpreh që kanë qenë banorët ato që e kanë përfshirë, e kanë ndarë me audiencën, por ishte ajo e para që në një intervistë para se të fuste në Big Brother, ndoshta kjo ka qenë trampolina e saj për të bërë pjesë e ekranit, se është bërë paksa e çuditshme sot që çdo kush është pjesë e ekranit dhe po trajtohet si figurë publike, duke u mbetur tek raporti i saj me Klodin, po i ndiqja pak minuta më parë ku kishin debate dhe më pas lojëra që për mua kalojnë përtej miqësisë, lojëra që mund t'i bësh me partnerin tënd. Klodi tha diçka me shumë interesante që dua ta ndaj me ju. I tha Elionës që ti gjithmonë mundohesh të nxjerrësh të keqin apo mundohesh të më nxjerrësh mua keq në çdo situatë, dhe për hir të vërtetës kemi parë që Klodi e ka mbrojtur, e ka pranuar pëlqimin që ka Eliona dhe nuk është se e ka nxjerrë keq në sytë e publikut, le të themi Klodi Elionën, apo situatat që ka të bëjmë me këtë dyshe. Sa ka shikoj një lloj tendence të Elionës për t'ju ngjitur Klodit, edhe pse ai ishte duke qëndruar në krevat, ajo po i shkonte nga pas, po kishin ato ngacmimet, ato prekjet deri diku në pjesë që po mbuloheshin me organ, padyshim që janë të rinj dhe kanë atë energjinë, janë të dy të rritur jashtë, por për një lloj mentaliteti dhe për një lloj situate ku çdo veprim kryqëzohet dhe komentohet në rrjetet sociale për ata që të dy ofrojnë, dhe shpeshherë situatat e treshit për sheshin në Prime janë diskutuar dhe janë analizuar si një fabulë e bukur e një shoqërie të treve, por të bësh edhe veprime si mbulimi kokës me organ apo kapja e flogëve, se kur e bëri lëndrimin në fillim me Klodin, mori vërejtje dhe mori zarf nga vëllai i madh dhe
këto lloj situata nuk janë shumë pranë miqve, ndoshta mund të jenë pranë dy personave që mund të kenë një lloj afirmiteti që nuk është miqësor, por që është midis dy partnerëve, për sa kohë ata të dy ja lejojnë njëri tjetrin, për sa kohë e kanë këtë lloj afërsie dhe këtë lloj prekje që shkojnë, siç u shpreha unë, në këtë lloj intimiteti, do të thotë që ndjenjat e tyre mund të jenë reale, apo po e bëjnë këtë situatë ndoshta për të dhënë një show, ose thjesht për kënaqësinë e tyre në fund të ditës, edhe ata duhen të kënaqen në Big Brother dhe nuk duhet të mendojnë 24/7 për lojën që po vjen dhe po bëhet më agresive. Shto këtu faktin që 5 persona janë në një përballje kush mes tyre, pra mes Klodit, Labit, Benitas, Ludolis dhe Dolces, do të jetë finalisti i parë i Big Brother Kosova VIP 4 dhe njëri prej tyre do të lërë shtëpinë duke përfunduar rrugtimin. Do të ndalen pak këtu pasi të gjithë e dim që Klodi ka mbështetje më shumë se personazhet e tjerë, dhe pse për Labinot të Region thuhet që hidhen miliona lekë në votime, por shikoj një lloj tendence të re të audiencës që po pëlqen Benita, dhe pse është stigmatizuar dhe është vënë ajo lloj epiteti si xheloze ndaj Elionës, po ta shikosh në përditshmëri dhe të mos shikosh vetëm Prime-in, e shikon që Benita është shumë friendly, është shumë miqësore, është një vajzë që i pranon ku bën ato gabimet në lojë, e pranon haptazi ku bën ndonjë provokim në kuadër të lojës, dhe kjo vërtetësi e saj po pëlqehet në rrjetet sociale, në ato që unë po shikoj dhe po lexoj, e pëlqen audienca këtë çiltërsi që ajo ka me situatat që ndodhin, dhe në fund të ditës këtë duam të shikojmë edhe ne në një format si Big Brother, ku personazhet tregojnë realitetin e tyre dhe jo që të manipulojnë situatat, të manipulojnë ndjesitë apo të manipulojnë ngjarje që ndodhin në atë shtëpi, dhe sa më shumë real të jenë veprimet që bëjnë, aq më shumë dhe audienca i pëlqen. Benita është kthyer tani më në një nga vajzat që ka një lloj lezeti në atë shtëpi, me ato skenat e xhelozisë, me ato shprehite dhe deklaratat bombastike që bën për ndjenjat dhe për dashurinë që ka për Klodin, e pam dhe në dasëm që mund të themi mori një vëmendje goxha të madhe, dhe gjithë vëmendja edhe përpara dasmës duke u komentuar dhe në emisione se çfarë do të bëj Benita, ato ta pengoj këtë dasëm. Pra e mori dhe e rrëmbeu të gjithë vëmendjen, mos them më shumë se nusja, ishte një lloj kurioziteti se si do t'u vishte, a do ta jepte deklarata që mund të ndëpriste dasmën, por e pam që ishte shumë miqësore, friendly, dhe pse i dha një çelës Klodi, sigurisht për kuadër të lojës, ajo pranoi vetë, e din që bën disa situata që janë të bukura, nuk janë që mund ta prekin individin në rastin konkret Klodi në moral, në sedër apo në pikpamje që ai mund të ndjet i ofenduar, por bën veprime që për mua janë të lezetshme, që japin një tjetër impuls lojës, edhe pres pse jo që edhe Benita të shpallet finalistja e parë për të prekur finalen e madhe të datës 27, edhe pse siç u shpreha për të treguar i sinqert, shikoj një lloj mbështetje më masive në rrjetet sociale për Klodin, por nuk e di nëse e ka fuqinë edhe në vota, nuk e di nëse e ka këtë, se nuk e kam të matshme unë e kam atë që shikoj në rrjetet sociale që është face to face me mua, dhe jo në numrin dhe në sasinë e votave që derdhen për secilin banor, por duke kuptuar dhe duke parë që Benita ka një jetë luksi, një jetë luksoze, të ardhura të mjaftueshme, besoj që do t'i ketë lënë disa të ardhura për veten e saj, për të dërguar veten në finale në një televotim që është i fortë midis disa personazheve. Kush do të lërë garën, padyshim mund ta lërë Dolce, një banor aty që përpose e ka shijuar rrugtimin në Big Brother me 2 lidhje të shpejta dhe që u konsumua direkt me një lloj narrative që audienca nuk e pëlqeu, sa ndej këtej sa me Edin dhe me Limin, por të rrezikuar mund të shikoj edhe Labin, që për të mund të flas më gjatë për të gjithë lojën që ka bërë në këtë Big Brother, ku në radhë të parë ka një lloj degradimi që u bën njerëzve, ka një lloj poshtërsie, pastaj fillon një lloj viktimizimi kur do të shfaqsohet, edhe kjo lloj përbaltje për mua e kam parë dhe kudo që komentohet, për edhe opinionistët ja kanë vënë shpeshherë në dukje që nuk është e hishme dhe nuk është një lojë shumë pozitive, vetëm nxjerr anën e tij negative, duke bërë të gjithë këtë qasje goditse, etiketime, duke përdorur informacione nga jashtë, familjar, apo dhe situatat e viktimizimit që na kanë ardhur deri këtu me Labin, që di vetëm të bëjë një lloj drama queen që është shumë
i elaboruar në shpërthime emocionale dhe të pakontrollueshme, edhe pse banorët shprehen që ai nuk ka një lloj artikulimi dhe vepron pa menduar, por kjo është një mendim i tyre, në disa raste kanë të drejtë, në disa edhe gabojnë. Ky ishte edhe Troç me Redin, do doja të ndija dhe mendimin tuaj, por më kryesore mos harroni të bëni edhe subscribe kanalit ton Koha Jon në YouTube.